Partitë politike fillojnë përgatitjet në prag të zgjedhjeve lokale në Vjeshtë, tashmë po bëhen kalkulime kush si do të garojë, nëse do të ketë koalicione parazgjedhore dhe me çfarë përkrahje. Nga koalicioni Vlen thonë se do të bëjnë analiza në cilat komuna me cilat kandidat do dalin, por s'pari siç paralajmëruan, ti përfundojnë procedurat për formimin e partisë politike në vend të koalicionit të deritanishëm. Megjithatë në Vlen ende ka mospajtime me partnerin e deritanishëm, kryetari i ASH-s Arben Taravari, për cilin mendojnë se nuk duhet të jetë pjesë e qeverisë. Moje mišljenje дека не мое местото во ова влада, бидејќи се коси со политиките, принципите на формирање на ова влада. Морално ќе биде самиот што посакува таква соработка, тоа да го објави и да премине да соработува со ДУИ, не да го крие тоа пред членството јавност. Për gjendjen dhe mos pajtimet brenda Vlenit, kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se do të ketë takime dhe biseda, por tani për tani ende nuk ka paralajmërime se kur do të zhvillohet ky takim. Kryetari i ASH-s Arben Taravari këto ditë tha se në zgjedhjet lokale do të shkojnë vetëm, ndërsa do të kërkojnë mbështetje nga të gjitha partitë. Ndërkohë dhe partneri qeveritar Znam doli me qëndrim se në zgjedhje do dalin vet, por se me VMRO bisedojnë për përkrahje të ndërsjellë në komuna caktuara. Ние во рамките на владиното партнерство веќе ги почнуваме разговорите со нашиот владин партнер ВМРО-ДПМН. Во делот за настапот на локалните избори, партиското раководство размислува за самостоен настап на ниво на советнички листи, а во делот на соработка, значи за изборот за градоначалници на општините, размислуваме за соработка и взаемна поддршка со ВМРО-ДПМН. Tani për tani nga VMRO-DPMN dhe nga opozitarja LSDM pa qëndrim konkret se si do dalin në zgjedhje lokale. Nga të dy partitë paraprakisht thanë se tashmë po bëhen përgatitje për zgjedhje lokale, me analiza dhe anketa të kandidatëve, të cilët do gjenden në lista zgjedhore për kryetar komunash dhe këshilltar. Nuk ka qëndrim zyrtar as nga BDI nëse do dalin si Front Europian ose vet.